të më japësh një këshill si të ndal nga kjo barë pasi që jam sprovuar me publikimin e xhenave dhe krenimin me ta, për të cilët i kam kaluar më herët para xhahiletit. Allahu ta lehtësoj gjendjen. Muslimani nuk duhet të krenohet me mëkatet të cilat i ka vepruar, por përkundrazi duhet të pendohet tek Allahu sinqerisht dhe kur t'i kujton atë mëkate që i përkujton, të pendohet për to dhe të ndjekë çardhje. Për kushteve të pendimit që neve mos t'i kujtojmë ato dhe mos krenojmë është mos ta veprojmë atë mëkat. Për kushteve të pendimit që mos t'i publikojmë ato gjëra është kur të kalojmë në vendet për të cilat më herët kemi mëkatuar, të ndihemi keq, apo të mundohemi mos kalojmë në ato vende, mirë po edhe nëse na vjen puna që të kalojmë andej, të ndjejmë keqardhje për mëkatin për të cilin e kemi vepruar, dhe jo të krenohemi me to. Për arsye se krenimi me mëkatin është diçka që Allah mujtet dhe mos më na fal. Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë se profeti sallallahu ka thonë, i gjithë ummeti im do të janë të falur përveç atyre të cilët i shpalosin, i përhapën, domethënë mëkatet të cilët i kanë bërë më herët. Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, në kapitullin tek përhapja e gjinave personale, e ka futur edhe një hadith i cili transmetohet nga Abdullah ibn Omeri, ku thotë se profeti sallallahu ka thonë, Allahu ditën e gjykimit e merr robin dhe i thotë, e afron afër dhe vendos një perdë dhe i thotë, o robi im, a ke vepruar këtë mëkat? Ai thotë, po o Zoti im. E pyet prap, o robi im, a ke vepruar këtë mëkat? Po o Zoti im. Dhe herën e tretë e pyet, o robi im, a ke vepruar këtë mëkat? Thotë, po o Zoti im. Pastaj Zoti i thotë që ti e ke vepruar këtë mëkat, po unë ta kam shefur dhe i falur, domethënë për këtë mëkatit. Nëse dëshirojmë që Allah azza wa jall neve të na falë mëkatet, nuk duhet në të shpalosim gjinat për të cilat i kemi bërë, apo të krenohemi me to. Si është edhe gjykimi, për shembull, disa njerëz kujt më thon po unë nuk po krenohem, po duhet vetëm të tregoj. Jo, ka thonë dietarët, nëse dikush ka bënë mëkat më herët, mirë po do më tregu që për mëkatit u pendu si rast që dhe tjerët pengohen, mos ta marrë për veten e tij, po thotë se filani çështu, domethënë pa emër, e ka vepruar, mirë po bëu shkak që kjo pjesë e udhëzimit edhe kjo udhëzuar në Islam, mirë po jo duke tregu veten e vet apo diçka tjetër. Prej mëkateve edhe prej gjunave që mujtet Allah mos na falë është kur neve mëkatojmë natën, edhe zgjohemi në mëngjes dhe thojmë, o filan unë veprova këtë mëkat dhe këtë mëkat. Kështu që neve duhet më rujt prej këtyre gjërave, mos të krenohemi dhe mos të shpalosemi se mujtet të bëjë shkak që Allah mos më na falë. Allahu e di më së miri.